Ndërsa Vlora ka celur zyrtarisht sezonin turistik dhe qyteti është mbushur me vizitor vendas dhe të huaj, infrastruktura rrugore mbetet një nga problematikat kryesore. Në shumë akse të qytetit vijojnë punimet e pambyllura pas zbatimit të projektit të ri të ujësjellësit, duke krijuar vështirësi në qarkullim dhe pakënaqësi si për qytetarët ashtu dhe për turistët. Gjatë një interviste për Blu Televizion, kreu i operatorëve turistik të Jugut ngriti shqetësimin për rrugët e amortizuara dhe segmentet ende të parahabilituara pikërisht në nisje të sezonit veror. Sipas tij, bashkia kishte premtuar që deri në 15 maj punimet ishin mbyllur dhe rrugët të riktheheshin në normalitet, por rehabilitimi është i vonuar në kohë. Jemi pak mbrapa, jemi shumë mbrapa, kjo për shkak të dimrit duhet ishin riparuar të gjitha rrugët që s'kan lidhjen me ujësjellsin, po dhe ato që kanë lidhjen me ujësjellsin atje ku ka përfunduar ujësjellsi. Grupi i rrugëve apo ndërmarrja e rrugëve duhet të jetë mbas çdo pune tjetër që bëhet. Në rast se hapet një kanal, riparohet defekti, duhet asfaltohet urgjentisht. Nuk duhet të presim që të përfundojë gjithë projekti i ujësjellsit pastaj të fillojmë asfaltin. Ka rrugë që s'kan lidhje me ujësjellsin, po janë të dëmtuara dhe ditën e dieshme kam parë shumë grupe që po punojnë për asfaltimin e rrugëve. Një rrugë që është e prishur që nuk ka lidhje me një projekt të caktuar, duhet që makina me punojësit ta mbush atë kanal, ta mbush atë grop. Rrugët duhet jenë në gjendje optimale gjatë gjithë vitit dhe jo më të presim. Pra ky qytet është një qytet që në dinamikën e vet ka shumë që duhet bërë. Një tjetër pikë dobët për turizmin në Vlorë vijon të mbetet transporti urban. Operatorët turistik theksojnë se mungesa e një shërbimi funksional dhe të organizuar penalizon jo vetëm turistët, por dhe zhvillimin ekonomik të zonës. Në kulmin e sezonit, lëvizja drejt pikave turistike dhe zonave përreth qytetit mbetet e vështirë për vizitorë që nuk disponojnë mjete private. Është një minus i madh që ne kemi në këtë qytet. Unë kam thënë një shprehje që ne kemi një shtrirje gjeografike të hoteleve apo të sektorit të akomodimit në një distancë 30 km dhe nuk po i japim mundësitë turistëve që zgjedhin Vlorën të qarkullojnë nga një anë në anën tjetër, por i lëm në një hotel, kur i lën në një hotel nuk i jep mundësi të shpenzojë ato që kanë ndërmend të shpenzojë. Pra, sistemi i transportit urban vazhdon që të jetë një minus i madh për qytetin e Vlorës dhe nuk e kanë kuptuar dhe nuk e kuptoj akoma që ndërtojmë aeroporte, po ndërtojmë porte, projekte shumë të mëdha, tunele dhe nuk zgjidhim dot transportin urban që në fund të fundit është një ndërmarrje private. Ndërkohë sektori i lundrimit detar drejt ishullit të Sazanit ka nisur funksionimin normalisht. Kjo linjë sipas operatorëve po menaxhohet në mënyrë korekte, si nga subjektet private, ashtu dhe nga policia kufitare. Çdo ditë rreth 4 deri në 5.000 turistë vendas dhe të huaj vizitojnë ishullin e Sazanit, një nga destinacionet më të kërkuar të kësaj vere. Por sipas tyre, nëse transporti urban do të funksiononte siç duhet, turistët do të orientoheshin më lehtë edhe drejt siteve arkeologjike dhe atraksioneve kulturore në rrethinat e Vlorës. Sazani po është një sektor që është mbuluar shumë mirë në vitet e fundit për sa i përket tureve ditore me transportin detar. Është hapur Sazani, policia kufitare ka qenë në terren dhe është e mirë organizuar për sigurinë dhe safetyn e gjithë atyre që zgjedhin të bëjnë lundrim. Është një destinacion që ka një numër të konsiderueshëm. Unë e kam thënë dhe vitin e kaluar dhe në 5-6 vitet e fundit që është një numër 4 deri në 5.000 turistë apo qytetarë që zgjedhin lundrimin detar në ditë. Por nuk u japim mundësi të kthejmë transportit urban një turisti që akomodohet. Zona e Radhimës ka po bëhet tashmë zona që ka pjesë më të madhe të akomodimit. Mund të them që janë mbi 2-3.000 dhoma që punojnë në sezon, por të gjithë ata që akomodojnë në këtë hotele nuk e kanë mundësinë të vizitojnë zonën historike, sheshin pavarësia, shëtitoret, bulevardet, lokale të ndryshme, suvenire të ndryshme, nuk u japin mundësinë që të vinë të kalojnë një mbasdite sepse duhen të paguajnë dhe taksin. Duhet të presen dhe në trafik në muajin e pikut. Po të kishim transportin urban, shumë nga këto qarkullime që bëhen me makina individuale do të ishin të parkuara dhe do të përdorin transportin urban, kështu që do të përfitonim edhe ekonomikisht se një turist harxhon më tepër kur qarkullon më tepër, por edhe koha dhe gjithë stresi i trafikut do të ishte më i lehtë. Uroj dhe shpresoj që institucionet që merren me këtë gjë ta zgjidhin përfundimisht, nuk i takon më Vlorës se ketë 2 urban të shtërmbër, kur po i vjen aeroporti, kur po i vjen porti, kur ka qarkullim, rrugë, infrastrukturë shumë më të mirë dhe nuk kemi një transport urban. Për përfaqësuesit e turizmit, kjo do të sillte jo vetëm më shumë lëvizje turistike, por dhe një ndikim të drejtë për drejtë ekonomik për qytetin dhe bizneset lokale.